Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatat qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dërum, sot inshallah ta'ala në këtë hutbe do të flasim për një rregull i cili ka të boje me ndryshimin e mbiemrit nga ana e vajzës në momentin kur martohet, që prej familjes vet kur vin me mbiemrin e saj në moment kur martohet e ndryshon dhe e merr mbiemrin e burrit. Dhe shpesh na është bo pyetje edhe neve, dhe shoh se shpesh qarkullon si pyetje edhe na për internet, dhe pyesin njerëzit çka është hukmi i kësaj dhe a është e nevojshme të bëhet apo jo. Fillimisht xhamati ndershëm, unë do ta kisha ndërlidh këtë me ajetin kuranor, ku Allahu Gjeleshanuhu në ajetin e 5 të surës Ahzab thot Bismillahirrahmanirrahim, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Thot thirrni ata me emrin e prindërve të tyre. Thot kjo është më e drejtë te Allahu. E ky ajet pse ka zbrit? Ky ajet xhamat ka zbrit në hak të Zeid ibn Harithës. Ne përmendëm pak në ligjërat se Zeidin pejgamberi alayhis salam e pat marr bir shpirt, e pat adoptu si djalin e vet, edhe pse nuk ish djali i vet, po e kish marrë bir shpirt. Edhe çfarë ndodhi? Njerëzit kur filloi të rritet, filloi dale jashtë, njerëzit filluan ta thirrin Zeidin, Zeidi biri Muhamedit. Zeidi djali i Muhamedit. Dhe kështu thot e kanë thirrë një periudhë të gjatë, derisa thot ka zbrit thot çka ajet kuranor, ajeti i 5 i surës Ahzab. Dhe kur zbriti kjo ajet, u ndalue që njeri ta thirrë dikandin në emën të babës dikujt tjetër. A që se ka babë, realisht ti e ke marrë, e ke rrit, ama ti nuk je baba i ati. Ti s'ka kur gja, ti t'ka kujdestar, nuk t'ka babë, ti se ke lind. Do thot ti nëse e ke marrë një evlat, e ke rrit në shpinë tande, ai s'u ka bo djali jot. Ti vetëm je kujdes për të, ti je kujdestar, ama nuk i e babë, zbohesh babë i askujt. E as djali dikujt, kom qef bom djali jot, zbohesh djali dikujt. Du të bom baba jot, zbohesh baba i dikujt. Si cili e ka një babë dhe një nanë biologjike. Dhe ato nuk mund askush i ti ndryshoje këto rregulla. Dhe kur zbriti kja ajet kuranor, njerëzive ju ndalu më që ti thirin njerëzit në emën të dikujt tjetër. Dhe thot prej këti momentit më nuk e thirshim Zeidin biri Muhamedit, po i thojshim Zeidi biri Harithës, se babën këti Zeidi që a këshin kujt Harith, e thot fillum të athirim atë që e ka bab e jo Muhammedin a.s. i cili e ka rrit. E ta zhemat, bazum në këtë ajet kuranor, ulemat kanë thonë se nuk është nevoja që gruja kur të martohet të ndryshojë mbiemrin. Pse? E para feja s'ta lyp. Ku shkruan dikundi se gruja kur të martohet duhet ta marrë mbiemrin e burrit? Nuk shkruan askundi, as në Kur'an e as në hadithe. E dyta, çështja e emnit dhe mbiemrit është identitet. Nëse shikojmë në historinë e sahabijeve, grave dhe vajzave që ishin kot pejgamberit alayhis salam, asnjëna kur është martu nuk u ka ndryshuar mbiemri i saj. Aisha njihet në histori si bija e Ebu Bekrit. Dhe kur u martu me Muhammedin alayhis salam, deri te vdiq u thirr Aisha bija e Ebu Bekrit. Kur nuk ju ndryshu kjo thuhet Aisha e familjes Abdullahut, se u martu te familja Abdullahut për Muhammedin alayhis salam. Nuk u ndryshu. Fatimja, që ishte bija e pejgamberit alayhis salam, gjithmonë u thirr Fatimja bija e pejgamberit alayhis salam. Edhe kur u martu me Aliun radiallahu anhu, nuk janë ndryshuar t'i thojnë Fatimja e Ebu Talibit, po mbet Fatimja e Muhammedit. Pra xhamat, asnjëherë në literaturën islame nuk mund ta gjejmë dënjanën prej grave të sahabëve ose bijave të tyre që kur është martu e ka ndryshuar mbiemrin. Nuk haset askundi kjo. E treta, xhamati ndershëm, kjo ndryshimi mbiemri të gruas është një traditë të cilën nësefte e filloi Anglia. Thot kjo ka dalë prej Anglisë, nuk ka dalë prej feve. As Kurani, as Bibla, as Teorati, as Injili, as një libër nuk e pranon ndryshimin e mbiemrit.
ndryshimin e mbiemrit gruas e ka shpik për spari herë Anglia. Dhe Anglia, do thot prej vitin 1500, ka fillu ta inicoje këtë si ligj, para 500 vjetëve do thot. S'ka qenë gjithmonë, para 500 vjetëve sefte Anglia nis do thot ti nxite njerëzit që gruan ta konsideroje nemën të burrit. Pse? Se të ata xhamat gruaja është konsideru mall i burrit, jo njeri. Ata e kanë konsideru mall. Dhe ta kese mbiemrin e burrit se ai ka pas drejt ta shese, ka pas drejt bëjë tregti me të, do thot sikur mall që shiten në pazar. Dhe prandaj te ata gruaja nuk ka pas ndonjë vlerë të veçantë, dhe mu për këtë edhe kanë konsideru si një person. Edhe pse burë e grua dy njerëz i kanë konë, ama në ligj është konsideru si një. Ajo s'ka pas drejt kese mall, s'ka pas drejt kese pasunin e vetë, s'ka pas drejt kese drejt kur gjanë, çdo send ka fol buri për të. Prandaj pasi gruaja është desh në Angli ta mshele gojën, e ka marrë mbiemrin e burrit, se vetëm buri folën për atë. E kjo a ka lidhje me Islamin? Nuk pas ka xhamat. Po pasi Anglia ka qenë shtet kolonizator, do thotë që i ka bë koloni shtete të tjera, dhe mas shumti që ka vjedh toka në botë është Anglia, kjo kur ka shku na për botë, e ka zbatu edhe ligjin e vetë. Prandaj xhamat sot na për botë ka mbet si mentalitet që gruaja kur të martohet ta ndryshojë mbiemrin. Ama kjo është adet i anglezëve. Do thot ato e kanë shpërndajt na për botë. Deri në 1700-ën, do thot brenda 200 vjetëve, mas shumti Anglia ka qenë ajo e cila e ka nis edhe e ka shpërndajt, pastaj ka fillu të bëhet ligj edhe në për shtete tjera. Ama kjo s'ka kanë kërkundi më para. Po ashtu xhamat, kur jemi te çështja e ligjit. Sot edhe me ligj, do thot vajza nuk detyrohet se ka pa tjetër ta ndrojë mbiemrin. Ajo është prej qefit. Edhe kur shkojsh në institucione përkatëse të cilat bëjnë ndryshimin e mbiemrit, ata nuk çojnë me zort. Ti kur martohesh se ki e pa tjetër ta ndrojsh mbiemrin, po ajo vajza prej qefit edhe burri, ai shkojnë e bëjnë dhe ndryshojnë mbiemrin. Ama ligji nuk e lypën. Do thot nuk është me ligj pa tjetër vajza ta ndrojë mbiemrin. Po ashtu xhamat, nëse hajt mirë që ta shubon një qa, shkuan, do thot te ofiçari, e ndryshojnë mbiemrin, u kry puna. Çka nëse mbas një vjeti suhec muhabeti? Që dahën, edhe shohëm damje, gati për ditë. E atëherë çka bëhet me mbiemrin? Hajde tash edhe një herë një procedurë tjetër shkruaj ta ndryshoj ta ktheje si e ka pas. Do thot te lashe kot e kot. Po ashtu xhamat kur të hish ato procedurët e dokumenteve, punë pa lidhje. Do thot për çfarë ti ta ndryshosh mbiemrin? A ta lyp feja? Jo. A bën ti dëni ibadet me atë ndryshimin e mbiemrit? Jo. A i e obliguar ta mbajsh identitetin tënd? Po. Do thot fetarisht secili xhamat duhet ta mbaje identitetin e vet. Feja islame nuk lejon që dikushi të thirret në emrin e dikujt tjetër. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, nëse dikushi pretendon se ka bab dikan tjetër, e jo babën e vet, ai tha e ka haram xhenetin. Pra një njeri që kur ta pyeti shka e bab, ai nuk e kallzon babën e vet, ai kallzon dikan tjetër. Pra e ndryshon prejardhjen e vet. Tha pejgamberi alayhis salam, ky njeri e ka haram xhenetin. E po nëse emri babës është identitet i prejardhjes tënde, do thot kanë e bab, mbiemri jot është identitet i gjenezës tënde. Prej ka e ti prejardhjen. E në moment që ti e ndryshon mbiemrin, ti tregon se ki tjetër prejardhje. Pse ti ndryshosh prejardhjen tënde? Prandaj xhamat nuk duhet të insistojmë në ndryshimin e mbiemrave. Do thot këtë duhet ta dinë gjithë, se bëhet pyetje shpesh hoxha a bën as bën. Do thot nuk ka nevojë. As feja s'talip, as ligji s'talip. Ka mbet adet, prej kujt ka mbet? Prej anglezëve. A e kemi borxh ti ndjekim traditët e anglezëve? Nuk e kemi borxh. Prandaj gjatë martesës xhamat ta dini, gruaja ka të drejtë ta mbajë mbiemrin e vet. Nuk është e detyruar gruaja që ta ndryshojë mbiemrin, dhe kjo pra se ka obligim as me fe, dhe jo vetëm feja islame, as një fe në botë nuk e detyron gruajen që ta ndryshojë mbiemrin. E vetmja që i ka nxit këtë ka qenë, do thot, Anglia në mes vitit 1500 deri në vitin 1700, kështu që xhamat mos bëjmë komplikime kot e kot, mos shkojmë bëjmë dokumenta kot e kot, sidomos ka vajza sot të cilët kanë karrierë në jetën e vet, ka shkruajt ndoshta libra, ka bë punë në emrin e vet, firmën e vet, e tash kur ndryshohet
duhet ndryshoj me emën firme, ndryshoj me emën pasoshe, me dokumente, punë pa lidhje. Për çfarë arsye? Për një gjatë të cilën s'ja lip kërkushi. As shteti s'ja lip, as feja s'ja lip, as kërkush s'ja lip. Prandaj ta keni parasysh edhe djemt të cilët martohen, ta dije se ka pa tjetër gruën të imponoje ndryshimin e mbjemnit, po edhe prindët të cilët i martojnë vajzat, ta dije se ka pa tjetër vajza ati ta marrë mbjemnin e burit vetë. Do thotë se ajo ka qenë një metodë për tregu pronë, a grujen Islami nuk e konsideron pronë, po e konsideron bashorte. Pra nuk e kje mall. Si përpara ta marrim robin, se kje rob, ti gruje jetë e marrë, si jetë e marrë rob, nuk e shku të lesh lobë në pazar. Ama ma herë që ashtu e kanë konsideru. Si rob, do të shkojmë ta marrim robin, e morë robin, çfarë robin? Nuk e kje rob, ama në atë kohë që ashtu e kanë konsideru gruja, u ka konsideru pa drejta, u ka konsideru thjesht vetëm njerin figur, ama në drejta kur gjanë s'ka pas. Kështu që sot nuk është ajo kohë, e Islami me kohë do të para 14 shekujve, grave ja u ka dhënë të drejtat, kështu që xhamati nderuar, ky veprim të cilin e bëjmë shumica e neve sot, duhet ta dimë se nuk ka lidhje me fe ose me ndonjë ligj që imponohet. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.